nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Bashkimit dhe Rahovecit 0-29, një lojë me të vërtetë mjaft e bukur këtu në Tiranë, ku Bashkimi e nisi në çarkun e parë më mirë, po atje përsipër 12 pikëve, gjithsesi Rahoveci gradualisht po rikthehej në lojë dhe nuk po e lejonte në vazhdimsi shkëputjen e Prizrenase. E pam 22-20 në çarkun e dytë. Një çaraki fituar nga vëreshtarë të udhëhequr nga Aizia Umipik, i cili pas 20 minutave të para luajti me 15 pikë, teksa ka bërë edhe 3 asistime, e u ndihmua edhe nga Fisnik Rugova me 9 pikë të realizuara. 80% është i saktë Rugova, pas 4 nga tentimet nga loja, teksa i ka marrë edhe 5 kërcime, e në anën tjetër tek Bashkimi më 2 lojtarë me pikë 2 shifrore, Jan Palokaj me 14 sësh, ndërsa me 12 pikë po luan Aizia Cousins, që i ka marrë edhe 4 kërcime dhe i ka bërë edhe 3 asistime. Në anën tjetër në duelin që është duke u zhvilluar në Mitrovic, vllaznimi Trepqa e përsi e thellë e Mitrovicas 79-54, loje dominuar nga zeftarët. Eksaktu presim të shohim a do të arrijë Rahoveci të rikthehet edhe më tepër nga ajo që ka pam në pjesën e parë. Me të vërtetë treguan lojë të mirë. Pullian, Kreja, Wikis, Pullian, Umipik, kanë dëbërtimin në afërti Anderson, nuk arriti të realizon, ka faul. Personalja e Kian Anderson. Realizon Umipik. Shëllon në të dytën. Palokaj, Cousins, jenë tentimi nga Kian Anderson, i shkurtër mbetet. Reqa, tek Wikis, mbrojtje e mirë e Lejson Zëqirit, ai dy fishemi ti. Palokaj do të tenton për 3 pikë, Jan Palokaj nuk është i sakt. Umipik, dalet nga Palokaj. Do të diskutojnë gjyqtarët. I kërkoj Umipik 3 lira. Do të kemi rishikim të rastet edhe një herë, nëse ishte personalja gjatë rrëzimit.
është faul jo sportiv i Jan Palukaj do t'jenë gjuajtjet e lira. Dhe topi të takon skuadrës së Ravecit. Umipig qëllon në tentimin e parë. I sakt edhe njëherë. Umipig. Pes 10-27, edhe njerë shkrijet në vetëm 3 avantajë skuadrës së Bashkimit. Wikis. Reqa. Gjuan. Në sekundën e fundit të aksionit. Por nuk ka rinjë të realizojnë vreshtarët njëse shpejt në kundër Solm. Ka zënz vetë deri në fund nuk qëlloj, por është aty. Dikuan Lake për të e përmirësuar. Umipig. Zia Umipig. Krugova. Pullian. Afër ti Zeqiri. Te Zeqiri. Pullian. Nuk arriti të realizon edhe pse gjeti atë hapësirën për të debërtuar. Kazën se këthen topin tek Palukaj. Zeqiri i vetmuar, nuk arriti të realizon. Bejson Zeqiri. Pullian. E ka presionin e Zia Cousins. Dojtje e mirë. Topi dojtë të akon skuadrës së Bashkimit. Me të vërtet në gjithë të cep të fushës është ai Zia Cousins. Edhe në mbrojtje mjaft efektiv për pas që nësojmë tashmë përluar me 12 pik. Kemi time-out të kërkuar. 52 me 27, 7 minuta e gjysmë deri në përfundim të çerekut të tretë. Sa i kthehemi ne pas këtij time-outi. Anderson tek Zeqiri. Kian Anderson. Gjejnë depërtimin bukur tek Dikuan Lake, nuk arriti të realizon. Të përmirësojnë pris Zrenasit bukur. Top tek Wikis. Nuk arriti të realizon, por ka faul nga Dikuan Lake. Do të kemi zëvendësim Lake ullët. AJ Bickerstaff rikthehet në lojë. Qëllon në tentimin e parë Wikis. Edhe në të dytën është i sakt. Qandra që tashmë i realizon 10 pikë për pas 5 kërcimeve që i ka marrë. Cousins. Tek Cousins, tek Palukaj. Zeqiri
Anderson, Cousins, vizje e mirë, gjendë dëpërtimin, dalet në gjysmë distancë, realizën, Isaiah Cousins. Pika ti e 14, barazohet me Paljukajn, 54 me 29. Pullian. Reza. Snek rrugova Gjuan, nuk pati zgjidhje tjetër, nuk arriti të realizon, teksa ka faul. Është personalja e Filbert Wikis. Teksa do të kemi rishqikim të rastit edhe një herë. Atëherë personalja ishte jo sportive Wikis tjetë në vjenë gjuajtjes lirë Bickerstaff nuk qëlla në tërtimin e ti të parë edhe në te pa pikë sonë të Bickerstaff. Isak në të dytën. Edhe topi do të takon skuadrës së Bashkimit. 55 tashmë 49 iniciative lejtë në këto momente nga portokallinjët. Kthen Anderson topin e loj. Anderson do të gjuan për 3 pikë, nuk është i sakt, por Lejson Zeqiri është aty. Edhe njerë topin e duar të Anderson, kësaj radhe ndaljet në gjysmë distancë, asaj radhe nuk qëllon. Edhe njerë Lejson Zeqiri nga marrë kërcimin. Kërkon challenge trajneri Jovovic. Para prakisht në challenge-in e kërkuar ishte i saktë, pra uri shikua edhe një herë rasti teksa lojtarët e skuadrës së Bashkimit veç se të vendosur në pozitat e tyre të sigurt ishin që topit do t'i takon atyre, ndërsa ka faul nga Bardregja. Anderson të Zeqiri. Ka faul tani nga Rugova, i cili edhe i kërkon falje me një herë Lejson Zeqiri për atë mbrojtje pak më agresive. Qenë bashkëlojtar të Krishtina.
Zëqiri do gjuan për 3, Lejson Zëqiri nuk është i sak. Wikis e merat kërcim. Umipik ka presionin e Anderson. Rugova për 3 pik, nuk arriti të realizon. Zëqiri, Paljukaj, bukur ai top të Cousins. Anderson, Paljukaj për 3 pik, nuk arriti të qëllon. Jan Paljukaj që nisi me ato 2 treshe këtë duel, teksa në anën tjetër Umipik edhe njëherë e shkrije në 3, avantajin 21 pik të Ajzia Umipik. Anderson, Zëqiri, heziton gjuan për 3 kësaj radhe, as për 2 nuk qëllon. Gjërat nuk përshkojnë tani, mirë tek Bashkimi, mbrojtja zonale në këto momentet, po del tjetë efektive të Krahovecit, teksa duke që kam betur i lënduar Kian Anderson, që e ka shkaktuar dhe personalin e tij të 4-rt. E ndizët edhe atmosfera në palestër, vetëm plus 3 Prizrenasit, 55 me 52. Gjithë qka e hapur, edhe mëtej, Krahoveci. Shini mbrojtje në Ajzia Cousins 2 herë. Ja hoqi topin Rugovës, por në të tretën mjaft kërkues. Fisnik Rugova, pika 11 e ti. Cousins do të tenton për 3, asaj nuk qëllon Paljukaj, edhe njerë topi tek Ajzia Cousins. Faul i radhës nga Rugova. Zëqiri. Paljukaj, thënë topin tek Lejson Zëqiri. Më në fund vjen treshja e shumë kërkuar e skuadrës së Bashkimit. 58-54. Pullën tek Regja, ndalet në gjysmë distancë, shkurtër gjuajtja. Bickerstaff ndalet. Personalja e Wikis. Personalja e tretë e Wikis. Dytë lirat janë për TJ Bickerstaff, që para prakisht të realizoj 1 nga 2 tentimet. Nuk e qëllan të parën. As në dyta nuk është i sak, por shëni Valion Bunjakon. Edhe në pjesën e pare ka pasur një kërcim të tillë në sulm. Bukur e këthen atë top tek Paljukaj, që do të gjuan për 3, nuk ishte i sak, nuk pati kohë për diçka tjetër. Pullën. Tej Pullën vetë deri në fund shkon për të qëlluar. 58-56, gjithë qka e hapur në Therand. Paljukaj shkon deri në fund, qëllon. E shfrytëzoi atë momentum që nuk ishin të vendosur në mbrojtje lojtarët e Krahovecit. Umipik. Wikis.
Ka faul. Do të zëvendësohet Lejson Zeqiri në lojë Bailey. 7 pikë nga Lejson Zeqiri. Gjithashtu 7 kërcime. Isak Wikis 11 pikë të tij. E dyta nuk është i saktë, marrin topin Prizrenasit. Bailey. Cousins. Antej Cousins. Këshillon nga gjysmë distanca, luftë për atë. Cousins nuk arriti gjithsesi të e marrë. Pullian e fitoi atë duel. Do të kemi tentim për 3 pikë, nuk është i saktë Pullian. Isa shohëm Bailey që e merr kërcimin. Palokaj. Gjuan. Nuk qëllon. Jan Palokaj. Në anën tjetër, Pullian dyvishohet me një herë, kthehet topi tek Rugova, Rexha do Gjuan për 3 pikë. Realizon kapiteni për të barazuar gjithçka në 60-60. 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të çerekut të tretë. Rahoveci fenomenal plotësisht në lojë. I ka blokuar shënimet portokallinëve, sidomos ato për 3. Edhe tani nuk qëllon Bailey. Teksa vjen depërtimi mbetet i shkurtër i Cousins. Bickerstaff blokohen nga Wikis. Bickerstaff. Ka faul. Faul e Fisnik Rugovës. Shohim edhe njerë. Ky është momenti i personales Rugovës. Teksa edhe njerë në vjen e gjuajtjes së lirë. Bickerstaff që e ka qëlluar vetëm një gjuajtje të lirë nga 4 tentime. Isak Sajrade. Edhe të dytën e qëllon, për 62-60. Kthehet në lojë Lake. Kemi hyrë në minutën e fundit të çerekut të tretë. Pullian, Rugova, Rexha, blokohet pastën nga Dikuan Lake. Du fishimi në kohë. Bailey. Cousins. Palokaj. E kthen topin tek Bailey. Shkon deri në fund, realizon Bailey. 64-60. Një përgjigje bashkimit me 4 pikë radhazi. Të rikthyer avantazhin prej 4 pikëve, kur janë sekondat e fundit, umi pikë. Edhe te Aizia umi pikë, afërt i Valion Bunjaku. Shkon deri në fund umi pikë, jo për të qelluar. Mbetet 64-60 pas 30 minutave lojë. Vetëm +4 Prizrenase, gjithçka ishte baraz. 60-60 pas asaj treshe të Bardh Rexhës. E në këto sekondat e fundit Prizrenase i realizuan 4 pikë me 2 gjuajtje të lira të Bickerstaff, atë dyshën e Bailey për të rikthyer repërsim prej
4 pikëve. Një gjë është e sigurt, një 10 minutash i fundit do të jetë fenomenal. Do shohim a do të arrijë Ravesi që të marrë fitoren. Gjatë gjithë takimit ishte në ndjekje të rezultatit. Rikthehemi pas pak. Për pas pra që Raveci e fitoi çerekun e dytë, tashmë edhe të tritin e ka kontrolluar më mirë se Prizrenasit. Ebërsia prej 4 pikëve vazhdon të jetë fal çerekut të parë më të mirë. Bunjaku. Aljokaj. Ishte tentim për dyshe gjithsesi. Ka arritur të realizon. Pullian. Evdej Pullian. Mbrojtje e mirë. Shkon topi tek Aizia Umipik. Fenomenal. 24 pikë të tij. 6-5 për Treshe. Aizia Umipik, 64-63. Në tjetër Cousins, Bunjaku, Lake, deri në fund, Dikuan Lake, e gjen deportimin. 63, shumë vështirë, po e kanë lojtarët e Bashkimit të gjen deportime. Mbrojtja po funksionon mjaft mirë. Tek vreshtarët, teksa nuk shkon ai pasim. Pullian tek Wikis. Bunjaku. Deri në fund Valion Bunjaku. Nuk arriti të realizon. Umipik tek Pullian, gjuan për 3 dhe ai. Nuk arriti të realizon. Rugova merr topin. Umipik. Pa faul. Bailey shkakton faul. E para e tij. Qartë ky momenti ngritjes së këmbës. Pullian. Krejgja. Edhe Pullian. Tashmë faul i Bunjakut. Po e diskutojnë edhe një herë gjyqtarët.
Do të kemi rishikim të rastit e pam në fakt kërkesën e Bujar Ljocit. Challenge i kërkuar nëse do të pranojnë pikët apo jo, nëse nuk gaboj. Gjithsesi do të kemi dyshën në referve këtu, e lusin regjin që ta kemi edhe një herë rastin. Isha duke shikuar dhe vetë për të kuptuar situatën, nuk e kishte sinjalizuar gjyqtari që mund të zëvendësoheshin lojtarët e skuadrës së Bashkimit, por gjithçka u zgjedh tashmë Anderson dhe Meritan Ismaili në lojë. Nuk qëllan në tentimin e tij të parë Pullion. Mbiti 63. Në të dytën është i sakt. Bailey. Anderson. Bailey. Tek Lejson Zeqiri. Gjuan disi Zeqiri jo për të qëlluar. Mundësi për rreshtarë, tani ndoshta edhe Ebërsin me një treshe të e marin, e bëj këtë me njeriun e mbrëmjes së sotme. Aj zia, umi pik, pak hapësirë po i duhet. Dhe gjuan për 3 pik. Realizën 66-67, hera e parë sonte që Ravici 0-29 kalon në Ebërsi. E detyron trajnerin Jovovic që të kërkon time out. 7 minuta e gjysmë deri në fund. Tashmë rikthej lojtarët në fush momenti kur Ravici e rëmben Ebërsin e parë në këtë ndeshje. Vetëm në çerekun e parë Bashkimi ishte skuadrën më e mirë, vjen përgjigja e Lejson Zeqirit me një herë me treshe për 69-67. Pullion deri në fund, ka faull në sulm. E ka ngritur krahun ndaj Anderson. Ky është momenti. Kian Anderson që po luan me 4 personale.
time out tani kërkuar në anën tjetër. Banga e Ravecit. Edhe 69, 67, 7 minuta deri në përfundim të kësaj përballje. Anderson, pasimi nga buari ti direkt në duart e Umipig. Topi humbur. Rejgjat e Wikis. Te Wikis, mbrojtje e mire Dikuan Lake. Cousins. Ndalë me personale nga Umipig. Fenomenal sonte ish lojtari i Bashkimit. Ja, Umipig edhe në ndeshjen e parë ka qenë me të vërtet fantastik. Ndeshjen e xhiros së parë kundër Burrës. Eksa sonte tani me 27 pikë, 7-6 për treshe. Zëqiri realizoi paraprakisht jo kësaj radhe. Pullian. Vend topin tek Rexha. Shkon ai top tek Pullian, realizon daljet me personale e do të përfundon ndeshja për Kian Andersonin. Kur barazohet edhe një rezultati teksa edhe një gjuajtje e lirë do t'jetë për Kentrell Pullian. Në lojë kthehet Valion Bunjaku. Vetëm 2 pikë të Kian Andersonit, 4 asistime, 3 topa të humbur. Jo në natën e tij më të mirë. Nuk e qëllan gjuajtjen e lirë, mbetet 69. Palokaj tek Lake. Bunjaku. Cousins. Lake. Faloj me këmbë. Loj me këmbë Dikuan Lake. Topi humbur i Prizrenase. Si tjetër për Ravecin edhe njerë të kalon në avantazh. Pullian. Vize bukur e tij shkon deri në fund Pullian. Gjithsesi mungoi finalizimi, nuk arriti të realizon. Bunjaku shkon deri në fund, dalet me personale nga Rugova. Kjo e treta e Fisnik Rugovës. Lira për Valion Bunjakun, vetëm 2 pikë sonte, kjo është pika e tij e tretë. Lira e parë që është në vijën e gjuajtjes së lirë. Sa i ka bërë edhe 4 asistime. Edhe dytën e qëllon Valion Bunjaku për të rikthyer avantazhin. Pullian.
këtë që ka pasur probleme me semafor. Ndaljet loja. Vazhdojnë problemet me semafor. Pesë 25 deri në përfundim. Shtatëdhjetë e 1-69. Lojë ngushtë. Edhe më tej. Ndërsa po vazhdojnë problemet me semafor, duhet të ulen lojtarët. Pasi që nuk po ecën koha në semafor, nuk po punon. Pak pushim edhe për lojtarët deri sa të rregullohet semafori. Ndërsa loja po vazhdon të jetë ngushtë, të shohim se cilës nga skuadra do t'i ndikon pozitivisht ky pushim. Rikthimi pas pak. Atëherë gjithçka është në rregull me kohën dhe ndeshja do të vazhdon. 71-69, 5:38 deri në fund. Omipik. Faulli Valjan Punjakut. E katërta edhe për Punjakun. Tashmë Kian Anderson është larguar me 5 personale. Omipik të Kërugova. Wikis nuk qëllon nga gjysmë distanca. Cousins më i lartë në kërcim. Zia Cousins blokohen nga Wikis gjithsesi. Lejson Zeqiri mban edhe më tej pronësinë e topit tek skuadra e Bashkimit. 7 sekunda. Cousins do të ndalet në gjysmë distancë. Nuk qëllon bukur Punjaku tek Lejson Zeqiri që realizon 73-69. Omipik. Regja gjuan për 3, nuk qëllon. Pa faul. Personale e Dikwan në Lake. E treta edhe për të.
ty të lira për Wikis, që i ka 11 pikë tashmë, 4-3 nga vija e gjuajtjes e lirë, kësaj radhe nuk qëllon. Të dytën e realizon për 73 me 70. Cousins. Zëqiri gjen debërtimin deri në fund, nuk qëllon. Topin e Duarte, Jan Palokajt, Zëqiri, Bunjaku, Valion Bunjaku, pasim i gabuar i ti në anën tjetër, deri në fund, Bardh Regja realizon 73-72. Dram në 13 qershori në Tiranë. Lojë fenomenale e me rivalitet që nga fillimi. Palokaj për 3 pikë. Nuk është i sakt, Jan Palokaj edhe njerë topi kthehet në duart e tij, ndalet Palokaj, shkon me sulm të zgjatur. Zëqiri, faul i Wikis. Në tjetë personalja e 4 e Filbert Wikis. Tovi do tjetë anash. E ka time out të kërkuar nga Bujar Loci. 3:43 deri në fund. 73-72. Gjithë shka e hapur në këtë përballje. Do të shohim sa do tjetë efektiv ky time-out i kërkuar nga trajneri Bujar Loci, a do të arrin Raveci që të shkëputet më tepër. Tashmë vetëm +1 në të mirë të bashkimit. 73-72 rikthehemi pas time-outit. Kur janë edhe 3 minuta e 23 sekunda në këtë përballje. Tashmë dueli ndërmjet Vllaznimit dhe Trepçës ka përfunduar 85-105 në të mirë të Trepçës. Fitore e thellë e Mitrovicasve. Bunjaku tek Zëqiri. Bën topin tek Cousins. Isaiah Cousins. Dajt në gjysmë distancë, realizon Isaiah Cousins, pikë të rëndësishme këto. Pika e 16 e tij pas një kohë të gjatë rikthehet tek pikët. Cousins 75-72. Umi pik. Pullian që gabon në hapa. Gabon në hapa në nisje. Cantrell Pullian. E shohim edhe një momentin e gabimit në hapa. Cousins. Bunjaku për 3, shkurtër tentimi. Wikis e merr top teksa Zëqiri i bën presion, por eviton atë presion. Regja ndalet, kthen topin tek Pullian. Blokohet nga Jan Palokaj, mbrojtje e mirë, por jo deri në fund. Nuk qëllojnë asaj radhe, edhe njerë Pullian e merr topin. Edhe më tej do t'i takon skuadrës së Ravecit. Kërkojnë challenge.
trajneri skuadrës së Bashkimit, Lusim Regjin, që të kemi edhe njerë. Atëherë, topi do të vazhdon të takon skuadrës së Rahovecit. I fundit ka luajtur Cousins. U vërtetua pas rishikimit të rastit. Pullen tek Wikis. Deri në fund nuk arrit të realizon Bardregja. Asaj nuk shëllon Valjan Bunjaku më i larti në kërcim. Palokaj. Zëqiri, Cousins, Lake, Rëshqet. Top tjetër i humbur i Prizrenasve. Dikuan Lake, Rëshqet aty presionin në mbrojtje nga Bardregja. 2:18 deri në fund, 75-72. Tashmë kanë filluar gabimet në të dy anët, huqjet e topat e humbur, kur po i afrohemi fundit të përballjes. Pullen blokohen nga Jan Palokaj. Omipik nuk e lejon pasimin. Bardregja. Kohet Omipik. I ndjekur nga Cousins. Omipik quan për 3. Jo kësaj radhe Pullen e merr dhe njerë topin, është i dyvishuar. E gjen hapësirën deri në fund. Luftë për atë top. Po faul. Do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Wikis që ndalet me personale. Gjatë atit tentimit të tij 1:47. Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë. Betu në 12 pikë të realizuara, 7-4 nga vija e gjuajtjes së lirë. Asë radhe nuk është i sakt. Marrin topin në Prizrenasit, Cousins. Zëqiri për 3 pikë. Lejson Zëqiri realizon trishe. Në një moment mjaft të rëndësishëm, 78-72. 1:20 Regja në anën tjetër për të përgjigjur. Nuk arriti të realizon kapiteni. Ndërsa fillon edhe për kraja tani më për portokallinjët.
Zeqiri afër ti rrugova Lejson, Zeqiri bukur deri në fund, nuk qëllon, as dikuan lek nuk arriti të e përmirëson në anën tjetër Pullian. Deri në fund dalet me personale nga Jan Palukaj. Duke që ka goditur kokën në Pullian, por gjithçka në rregull me të. E shojmë edhe njerë momentin e personales Jan Palukaj. Në vijen e gjuajtjes së lirë do tjetë Kentrell Pullian. Gjithsesi do të kemi rishikim të rastit atëherë u rishikua rasti nëse ka faul jo sportiv, por është faul vikisht. Pullian në vjen e gjuajtjes së lirë e qëllan të parën Kentrell Pullian, 11 pikë të tij. I saktë edhe njëherë, time-out i kërkuar nga banka e skuadrës së Bashkimit. 78-74, më pak se 1 minutë lojë deri në fund. Tër 29 sekunda deri në përfundim, plus 4 Prizrenasit, Palukaj, Ekbunjaku, Zeqiri evitojnë presionin në gjithë fushën. Prizrenasit Cousins do të tenton një treshe, nuk arriti të realizon, është Lejson Zeqiri që qëllon, mund të themi, e vendosi në çaste vendimtare ndeshjen. Pika e 5 e tij tek sa mbrojtja fenomenale e Isaiah Cousins. 80-74. Ka faul nga Bardregja. Në vjen e gjuajtjes së lirë, Isaiah Cousins, 10 sekunda lojë deri në fund. 16 pikë të Cousins, 4-3 nga vija e gjuajtjes së lirë. E qëllan pikën e tij 17 për të bërë Koshashunuesi, në fakt për të barazuar me pikë me Koshashunuesin më të mirë, Lejson Zeqirin, 17 pikë të Zeqirit. 6 kërcime, në fakt e 10 kërcime, më falni, double i Lejson Zeqirit, e kësaj qëllan edhe gjuajtjen e 2 të lirë. Sekundat e fundit 82-74.
do të përfundon ndeshja me këtë rezultat, po ndeshje fantastike, definitivisht. Raveci tregoi lojë të madhe edhe kundër Bashkimit që ka ndërtuar skuadër për Evropë, por kjo tregon që edhe debutuesit në Super League do t'jenë are fort këtë edicion. E kjo është më e bukura për gjithë adhuruesit e basketbollit, pasi do ta kemi një tjetër edicion të flakt të Pro Kredit Superligës me pothuaj të gjitha skuadrat kompetitive. Më të dalluarit pra tek Bashkimi Aizea Kazës me 18 pikë, 8 kërcime, 5 asistime, double-double i Lejson Zeqirit, 17 pikë e 10 kërcime, 16 pikë i realizoi Jan Palokaj, e nga 11 i shtuan Bailey dhe Lake në anën tjetër tek skuadra e Ravecit, 27 pikë të Aizea Omi pikë, 6 treshe nga 8 tentime nuk mjaftuan, teksa u ndihmua edhe nga Wikis që i shtoi 12 pikë, 12 i pati Pullian, teksa 11 pike 9 kërcime i mori Fisnik Rugova. Për pak qaste do t'jemi me intervistat. Atëherë jam këtu me kryetrajnerin e skuadrës së Ravecit, trajner loj mjaft e fort, edhe pse nisi Bashkimi mirë në fillim me ato treshe që po i realizonin, në vazhdimsi kishit përgjigje për lojën e tyre. Dhe deri në fund luftuat, por çka vendosi sipas jush në fund? Po mendoj që vendosi lojtarët e banka rezervistëve, të cilën kanë më shumë rotacion, ajo ka qenë edhe një ndërqilësi kryesor pse ata fituan sonte. Unë mendoj që bëhet qartë për një ekip kvalitative, një ekip e cila synon titullin e kampionit. Mendoj që lojtarët e mi kanë jap maksimumin, kanë tregu që mundën me lujtë dhe që kanë merituar me qenë Super League. Pikërisht dasha të ndërlidhem të kjo pjesë, jeni debutues, por po e shohim mirë që nuk keni hyrë me flamur të bardhë. Raveci ka ndërtuar një skuadër mjaft kompetitive dhe po shohim lojra të bukura në fushë. Por çka mendoni ju si trajner që duhet i përmirësoni gjatë rrugës dhe që të keni edhe rezultate sa më pozitive? Do mendoj që rosteri, do më thonë banka rezervistëve duhet me qenë më kvalitative, që kur keni rotacion atëherë mos menaro loja.
Jo e po atë sonë të sarë, kemi pas rotacion, kemi pas rami edhe ngritje të lojës. Mirë po mendoj që nëse punojmë dhe nëse vazhdojmë kështu, nuk ka me qenë letë për asë një ekip të Superligës për në mboshtë. Faleminderit shumë trajner dhe ju uroj suksese në vazhdim. Atëherë për pak çast do të jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Bashkimit. Afër me edhe kryetrajneri i skuadrës së Bashkimit, coach. Ravesi really pushed you hard tonight. 40 minutes, high intensity of the game. They always had an answer for your game, and still, in the end, you got the win. What decided in the last minutes of the game? But first of all, congratulations to our team for the win, and also congratulations to Rakoveci for a good performance. I think that for them this is the game where they cannot lose so much. So they really play on the edge of their possibilities. They kill the rhythm with alternative defense. They play zone, let's say, 30 minutes, and this is this type of the defense when it works and you start to overthink, then you stay longer in the game, and this something what's happened. And the most important is that we find a way in the last quarter to make connected stops and to execute some plays, even if we didn't shoot whole game on the proper way. Coach, in your game, what you think that you should fix and what you saw tonight that didn't go well? We cannot fix so much things because tomorrow we are traveling to Italy, and this is now period to travel, talk, play, and get back. And this is something what the club and this group of the guys are facing first time, but it's at the end of the day challenging. Coach, good luck in the next game, especially on Italy. Hope you'll come back with the win. Thank you very much. Ishte me kryetrajnerin e skuadrës së Bashkimit, shkurt për përmbledhje atë se çka tha, I përgëzoi skuadrën e Rahovecit për paraqitjen, e përgëzoi edhe skuadrën e tij për fitoren, tha që skuadra e Rahovecit tregoi një lojë shumë të mirë dhe nuk pati se çka të humbte, tregoi paraqitje të mirë dhe në 30 minuta luajti mbrojtje zonale, ajo e cila nuk ja lejoi skuadrës së tij të e shfaq lojën të cilën po e kërkonin. Pyeta se çka duhet përmirësoj tek loja e tij, tha që nuk kemi kohë gjatë këtyre ditëve që të bëjmë ndonjë përmirësim, pasi nesër udhtojmë për në Itali, në ndeshjen e radhës në kuadër të FIBA Europe Cup, dhe këto ditë do të jenë vetëm se ne do të bisedojmë dhe do të mundohemi të përmirësojmë gjërat. Kaq pra të nderuar shikues nga kjo ndeshje, unë juftoj që të vazhdoni me programin e pasur sportiv të Art Motion, ka unë Piana natën e mirë.